Që kemi marrë si informacion deri në këtë moment nga Ministria e Shëndetësisë është se gjendja e atyre që janë më rënd të lënduar vazhdon të jetë e njëjtë, nuk ka ndonjë përmirësim fatkeqësisht dhe po monitorohen vazhdimisht. Ka disa prej tyre që janë me djegje shumë më të rënda dhe që janë fatkeqësisht edhe në mesin e tyre edhe të mitur, edhe për këtë shkak edhe po mbahen kujdes të vazhdueshëm në monitorim të vazhdueshëm nga mjekët. Tani për momentin gjendem tek Spitali 8 Shtatori apo ish Spitali ushtarak në të cilin sipas informacioneve të Ministrisë së Shëndetësisë janë të shtrirë 20 persona, aq ka edhe në spitalin shtetëror dhe janë edhe disa më pak të disperzuar në spitale të tjera, madje edhe ato private të cilat po ashtu janë ofruar që të ndihmojnë popullatën në këto ditë. Dhe siç kam mundur të shoh prindërit apo familjarët e afërt qoftë në Koqan, qoftë në spitale, vazhdimisht kanë qenë prezent dhe duket edhe në mëngjes sot atmosfera se nuk ka asnjë vend bosh, madje as për të parkuar dhe gjithkund është turp, njerëzit presin në kolona dhe duket që tashmë ka nisë edhe normalisht edhe aktivizimi, është fillimi i javës, mirë po duket që ka një lëvizje shumë më të madhe se zakonisht sepse janë mobilizuar të gjitha resurset, qoftë ato shtetërore, qoftë ato personale njerëzore. Ka patur shumë njerëz që kanë ofruar hotelet e tyre për strehimin e këtyre familjarëve që kanë mbetur rrugëve duke pritur të afërmit para spitaleve ose ngjashëm, domethënë në forma të ndryshme ka patur oferta për ndihmë dhe tani thjesht pritet që të ketë një epilog ligjor, sepse atë mjekësor nuk është se e mundet dikush ta ndikojë, thjesht duhet të pritet dhe ndërsa në pjesën tjetër atë ligjore apo që të qohen fajtorët para drejtësisë, ka për momentin një kërkesë për paraburgim të 10 personave nga prokuroria, për çka sot do të ketë seanca gjyqësore dhe do të jepet një vendim se kush do të shkojë në paraburgim, po për disa nuk është kërkuar paraburgim sepse në mesin e personave që dyshohen se janë përgjegjës për tragjedin janë në spital në fakt, janë në gjendje të keqe shëndetësore dhe për këtë shkak edhe është lënë anësh kjo procedurë është pauzuar derisa ato të përmirësohen. Tani kemi edhe aspektet të tjera apo faktin që dje është marrë në bisedë informative edhe ish ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi, i cili ka shkuar në bisedë informative për të treguar lidhur me licencën e rreshme apo falso që i është dhënë atij klubi që në fakt i është dhënë si kabare, pra as formati në të cilin ka operuar nuk ka qenë ashtu siç e ka marrë qoftë edhe në atë leje falso dhe thjesht është konstatuar se ka patur një vull origjinale nga Ministria e Ekonomisë, ndërsa nuk ka qenë e vërtet faktikisht. Dhe për këtë kryeministri të paktën Hristijan Mickoski ka akuzuar se është dhënë në formë të mitmarrjes, pra është paguar. Dhe për këtë shkak do hapen hetime shumë të gjëra, tashmë ka të arrestuar edhe nga Ministria e Ekonomisë, sekretar shtetëror dhe sektore të tjera që kanë patur lidhje me dhënien e kësaj licence dhe të gjithë ato do të nxirren edhe para gjykatës, ndërsa ende nuk është e qartë gjendja apo statusi i Kreshnik Bekteshit, nëse do të ndryshohet në statusin e të dyshuarit, sepse për momentin ai është marrë vetëm në bisedë informative dhe nuk dihet nëse do ndryshojë gjatë procedurës hetimore statusi i tij. Pra janë 5 prokurorë të cilët po e hetojnë rastin, po i mbledhin gjitha provat dhe nuk ka përfunduar ende. Sot do të vazhdojë ende edhe në Koqan brenda objektit të vazhdojë marrja e mostrave, deklaratave. Dje ka patur edhe ballafaqim të pronarit që e kanë sjellë në vend ngjarje, aty e kanë ballafaquar me provat ngjarjet dhe sigurisht që prokuroria të gjitha këto do t'i mbledh, do t'i kryqëzojë dhe në fund do dalë me epilog apo një vlerësim se çfarë në fakt ka ndodhur dhe me çfarë vepre penale do t'i ngarkojë ata të cilët kanë qenë përgjegjës direkt apo indirekt për të ndodhur ky zjarr që mori 59 jetë. Pra kemi mbetur ende të rezervuar me shumë informacione për shkak të shpejtësisë së gjithë shkaje, mirë po faktet janë që kemi kaq lënduar, kaq të vdekur fatkeqësisht për këtë moment, ndërsa procedura juridike ende nuk është e qartë apo ajo ligjore siç thash për ndjekjen, por kryeministri ka paralajmëruar se nuk do të ketë mëshirë për askënd.